Dyert për mysafir u hapën qysh herët. E më hershmja në vizitë tek Bashkësia Islame e Kosovës që presidentja Vjosa Osmani bashkë me stafin e saj. Aty u pritën nga Miftiu Naim Tërnava dhe antarë të tjerë të BIK-ut. Pas një bisede disa minutëshe, e para shtetit teksa largohej i uroi të gjithë qytetarët për këtë ditë feste. Kjo ditë si gjithnjë përgjatë historisë sonë, të na bëj të gjithëve bashkë, t'i hap zemrat, t'i hap dyert e secilit, t'a rris solidaritetin. S'shkoj shumë, e erdhi edhe kryeministri Albin Kurti me disa ministra të kabinetit qeveritar. Këtu urimet e Bajramit s'qenë teme vetme e bisedës, me që u folë edhe pak për politik e situatën në rajon e Botë. Madje i pari i ekzekutivit kujtoi edhe kohën kur u njohën me Miftiun Tërnava. Si vjet janë bërë 30 vjet, prej se u njihem personalisht me Miftiun Naim Tërnava dhe unë asnjëherë nuk e harroj kontributin e tij si udhëheqës i medreses Alaudin, ku mbaheshin atë botë aktivitetet e shumta shoqërore dhe kombëtare në kuadër të rezistencës sonë. Fluksi i vizitave vazhdoi teksa radha ishte për kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiun. Ajo vuri theksin të roli Bashkisë Islame në shoqëri, sidomos në ruajtjen e paqes dhe bashkëjetesës. Vizita jonë sot këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës është edhe si shenjë respekti për punën, për kontributin që Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë për shoqërinë tonë, për shtetin tonë. Në këtë festë të muslimanëve për përhajër erdhi edhe i peshkëve Dodë Gjergji. Ky dha një mesazh se feja s'është problem për bashkim kombëtar, si qëllimi i përbashkët. Ne në vërtetë i festojmë Bajram e Pashk, secili sipas mënyrës vet, për shqiptarinë e kemi bashk. Në këtë ditë feste për urime erdhen edhe krerët e partive politike në vend. Të gjithë vlerësuan lart kontributin e Bashkisë Islame në punën, angazhimin, por edhe ndihmën për qytetarët. Është muaj i solidaritetit, populli jonë gjithmonë ka qenë solidar, është dhe jam i bindur që ky solidaritet edhe mbas të asaj që na tregon gjithmonë Miftiu duke u rritur. Ti ruajmë, ti kultivojmë dhe ti mbrojmë këto vlera që rëndom i gjejmë gjatë këtij muaji të shenjtë dhe gjatë festës së Bajramit. Pra solidariteti ndaj njëri tjetrit. Me urimet më të mira për gjuar festa e ditës Bajramit me përkushtim, ashtu si e ka karakterizuar edhe muajshajti i Ramazanit. I fundit për vizitë erdhi i pari i kryeqytetit përparim Roma. Edhe ky si të tjerët uruan Bajramin duke theksuar ndihmën e komunës për këtë institucion fetar.